një gjë të madhe ka besimi që dhe neve nuk na është kërkuar që ta njohim Allahun e Madhërisëm 100%, është e pamundshme. Pra i gjë që duhet ta kuptojmë gjithë bashkë është që fetarisht nuk kërkohet ta njohësh Allahun 100%. Është e pamundshme. Jo ne, as si krijes, qoftë dhe Xhebrail Emini, qoftë dhe Israfili, qoftë dhe Mikaili, nga engjëjt e litës lartë, qoftë engjëjt e Arshit, nuk e njohin dot Allahun. Të plot, siç i takon madhështisë tij. Sepse duke qenë se është i gjithdijshëm, duke qenë se është i gjithfuqishëm dhe i ka gjitha emrat dhe cilësitë e plota, as i krijes nuk mund ta përfshijë dot atë. Ne jemi urdhëruar në Islam ta njohim atë aq sa ai na ka shpjeguar neve në raport me logjikën që na ka dhënë. Pra i 100% Allah, edhe në xhenet do e shohin Allahun e Madhërisëm atyre që t'ia bëj Zoti risk. Do në xhenet do ta shohin, po jo se e kuptojnë 100%. Ai mbetet gjithmonë Zoti i gjithësisë, ai mbetet gjithmonë i përsosur në emrat dhe cilësitë e tij, dhe fjala la ilaha illa Allah ne mundohemi ta kuptojmë sa mundemi në jetën e kësaj bote nëpërmjet dijes që kemi dhe nëpërmjet shpjegimeve që i Madhi Zot na ka dhënë neve. Atë me që ma hape nuk është tema sot, sot ne do flasim për Zejnebin. Për Zejnebin, për dashurinë e madhe të Zejnebit me Abil As. Zejnebi vajza e profetit. Por pejgamberi alayhis salam vllai dashur, edhe është bukur që po e nisim me këtë. Nuk e kisha njët për Zotin, po është me që po flasim si mund njihet Zoti. Tregon Aisha radhiyallahu anha. Një natë thot, fjeta me profetin alayhis salam. Pra i zuri gjumit të dy. Kur ndoli gjumi, thot, nuk ishte profetin shtrat. Dhe errësirë. Dhe po preksha tha vetëm kur e ka prek këtë këmbët, kur në një çast ju pejgamberi alayhis salam po falej. Dhe thot jam afruar, pra ishin afër dhe si më thon e vura më në duke dëgjimin. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte duke fal namazin e natës që e kishte tradit. Dhe i thoshte Zotit gjithësisë, pra isha sa ishte zgjuar, që Aisha vetë ishte e devotshme. Por me pejgamberin alayhis salam asnjë nuk është krahasuar dot. E kam dëgjuar thot duke thonë: Allahumma inni a'udhu bi ridake min sakhatik. Zot, kërkoj kënaqësinë tënde ndaj hidhrimit tënd. Kërkoj Madhi Zot faljen tënde ndaj dënimit tënd. Dhe që dalim ke kjo që kemi si tematik, ka thonë kërkoj mbrojtje tek ti nga ty. Këte e mbajnë dietarët e Islamit si ajka e kuptimit besimit. Pra pejgamberi alayhis salam ishte i qartë që çdo gjë ishte për Allahut. Po ta shohësh nuk ka asnjë tjetër në këtë lutje. Kërkoj kënaqësinë tënde ndaj kujt? Ndaj hidhrimit filanit. Jo vlla. Kërkoj kënaqësinë tënde o Zot ndaj hidhrimit tënd. Faljen tënde ndaj dënimit tënd. Kërkoj mbrojtje tek ti nga ty. Pra për pejgamberin alayhis salam vetëm i Madhi Zot ekzistonte në kuptimin e kompetencave të universit edhe jashtë saj. Ai di si e mbyll? Që është mahnit Aisha thot unë e shkreta në gjumë, kështu ka thënë brapa. Unë e shkreta në gjumë, pejgamberi që ka me i botë tjetër. Subhan. Ka qenë duke i thonë këto fjalë dhe pastaj e mbylli la uhsi thanan alik. O Zot, nuk mundem të të përfshi dot të të falenderoj siç e meriton ti. Ti je ashtu siç ti e tregove veten tënde. Fjalë shumë të vëshme. Pra, nuk të madhëroj dot siç e meriton, sa asnjë se një Allahun 100%. Aq i plot fuqishëm, aq i gjithë pushtetshëm, aq i gjithë mëshirshëm, i thot diçka e bëu dhe ajo bëhet. Krijesat janë të kufizuar. Ne jemi nëpërmjet ligjeve fizike që mban ky univers. Sa gjëra s'dim ne. Dhe në fund thot nuk të përfshim dot të të madhërojmë siç e meriton. Ti je ashtu siç ti e lavdrove veten tënde. Kjo tregon dhe dijen e madhe të pejgamberit alayhis salam, po edhe mbështetjen e madhe dhe kuptimin e la ilaha illallah. Që ai është Zoti, s'ka Zot tjetër përveç tij. Se Zot do të thotë ai i cili ka kompetencë absolute dhe e meriton ta adhurohet.